Miqtë Alarm, përshëndetje. Ndodhemi sërish pranë shërbimit onkologjik në Qendrën Spitalore Universitare Nën Tereza në kryeqytet. Sipas prononcimit që kemi marrë nga Ministria e Shëndetësisë, sot do të vinim dhe pajisjen e kobaltit do ta gjenim të riparuar. Ne sot erdhëm, le të shpresojmë që kjo pajisje përfundimisht të jetë riparuar. Unë juftoj të na ndiqni. Mirdita. U rregullua pajisja? Po ju jap juve urimet e para një herë, sepse shpeshherë kemi komunikuar. Po shmi urimet e mua. Po s'kam ëmbëlsirë për momentin. Po të jap u rregullua. U rregullua. Më në fund një lajm i mirë. Shumë i mirë. Miqtë të programit Alarm ju përshëndes, kudo që ndodheni nga të gjitha rrethet e Shqipërisë dhe na ndiqni. Të gjithë ju që shkruat në adresë të programit ton Alarm në lidhje me shqetësimin tuaj për mos funksionimin e pajisjes së kobaltit që nga fillimi i muajit shkurt. Që nga ajo ditë deri më sot ne kemi ndjekur hap pas hapi zhvillimet, kemi trokitur në të gjitha institucionet që kjo pajisje, për cilën aq shumë kishit nevojë ju apo të afërmit tuaj të smur, të vijej sërish në përdorim. Sot, data shënon 13 prill. Përfundimisht, specialisti italian ka ardhur dhe kjo pajisje është në funksion dhe në shërbimin tuaj. Ne ju falenderojmë sidomos për besimin e treguar. Besojmë se programi Alarm e ka përmbushur në këtë rast misionin e tij. E në fakt megjithëse kanë kaluar vetëm pak orë nga koha në cilën është riparuar plotësisht pajisja e kobaltit, shohim që lëvizjet janë shtuar dhe ka persona që mbajnë radhë. Imagjinoni se sa e madhe ka qenë nevoja për këtë shërbim pranë Qendrës Spitalore Universitare Nën Tereza dhe më konkretisht pranë shërbimit onkologjik.